në shtëpinë tënde. Liturgjia e orëve. Qoftë lëvduar Jesu Krishti. Mirëmëngjesi për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju përshëndesim këtu nga studio Radio Marisë në Prishtinë dhe ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutje në mëngjesit. Sot është mërkur dhe jemi në javën në 6 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 2 e Psalterit. O hym eja në ndihmë, o sot shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari e agimi i dritës, qielli nga lavdët jehon, bota prej shendit kaldon, veri ulërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti i shem fuqit vdekjes, nën këmbë drydhi tartarin, të mjerve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur, reptësisht ruhet nga ushtari, nga dhënjës me zunë fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua ferri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse u ngjall Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjëlli. Për herë ty rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qoftë lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt borim jete. Amen. Antifona e parë. Të par ujërat o hynë në përdet e udhhoqi popullin tënd. Aleluja. Psalmi 77. Hyji i ripërtrin mrekulli të dashurisë së vet, nga çdo anë jemi të ndrydhur, por jo të ngushtuar. Ai që ngjalli Jezusin Zot, edhe ne do të na ngjall. Lexojmë tek letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 4. Drejt Zotit e ngrita zërin tim, drejt hyjit e qova zërin, ai më dëgjon. Në ditët e vështira, unë e kërkoja hyjin, natën drejt tij i lartësoj duart e mia e nuk lodhem, por shpirti im nuk gjen ngushëllim. Më bie në mend hyj dhe fshaj, e kujtoj e më pakët fryma. Hapur mi mban qepallat e syve të mi, i tronditur jam e nuk mund të flas. Mendoj ditët e kaluara, më bie në mend vitet e lashta, mendoj natën në zemrën time, përsi atë dhe shpirti im shqyrton. Val pramshim hyj ka hequr dorë, dhe kur thua mos do të ketë mëshirë. A thua për gjithmonë u shtuk mëshira e tij, premtimi tim mbaroi vallë për gjithmonë. Ndoshta harroj hyj të ketë dhembje, i zemruar thua ca ki vuri mëshirës së vet, dhe thash, ja plaga ime, është shndruar e djatha e tejet lartit. Në mend më vjen veprat e Zotit, i kujtoj mrekullitë e tua qysh prej fillimit. Me mend i përbluaj të gjitha veprat e tua, meditoj mbi veprat e tua të larta. O hyj, të shenjta janë udhët e tua, cili hyj është i madh si hyji ynë, vetëm ti je hyji që bën mrekulli, mbi popujt ti e tregove fuqinë tënde. Me të djathtën tënde ti e shpërbleve popullin tënd, bijtë e Jakobit e të Jozefit. Të pan ujrat o hyj, të pan ujrat e u zmbrapsën, u trazuan deri edhe humnerat.
Riguan ret ujra, dhanë ret gjëmat e veta, shigjetat e tua fluturuan. Bubullima jote jehoj në stuhi, vetëtimat shndritën rruzullin e tokës, utun toka dhe utrand. Në përdet udha jote, shtigjet e tua në për ujra të mëdha, gjurmët e tua askush nuk I njeh. Por si grigjës I prive popullit tënd, me dorë të Mojsiut e të Aronit, Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Të pan ujrat o hy, në përdet e u hothoqe popullin tënd. Aleluja. Antifona e dytë. Zoti bën që të jetojmë e të vdesim. Aleluja. Kënga marrë nga libri I parë I Samuelit, kapitulli I 2. Gëzimi dhe shpresa e të përvojturve është në Zotin. I rëzoi princat prej fronëve të tyre e I lartësoi të përvujtët, me të mira I mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. Gjejmë tek Luka, Ungjilltar, kapitulli I parë. Zemra ime kërcen nga gëzimi në saje të Zotit. Mu trash krahu në saje të hyjit tim, Hapur e kam gojën kundër armiqve të mi. sepse më gëzove me bamirësinë tënde. Askush s'është I shenjtë krahas me Zotin, sepse përveç teje tjetër s'ka. Nuk ka të fortë, por si hyji ynë. Oh, mos më flisni fjalë të mëdha krenie, Largoje suaj fjalët me madhështi, sepse hyji është Zot që di gjithçka. e prej ti peshohen veprimet. Harku I të fortëve u thye, Kurse të likshtit u ngjeshën me fuqi, të ngopurit rrogtar u lidhen për bukë goje. kurse të uriturit mës sprovojnë skamje, Beronja lindi fëmijë me shumicë. kurse ajo që pati shumë u shua. Zoti bën që të vdiset e të jetohet. Landos në nën tokë dhe andej nxjerr, Zoti bën skamnor e të pasur. përul edhe lartëson, Prej pluhuri e ngre varfanjakun, prej lomit e lartëson skamnorin, që të ri me princa. që të zër vendin e nderit, Sepse të Zotit janë shtyllat e tokës. mbi to e vendosi botën. A I ruan hapat e besnikut të vet. Në errësirë do të zhduken keqbërësit. S'është forca që burrin e bën burr, Zoti do t'i ndrydh kundërshtarët të vet. prej qiellit mbi ta thekshëm do të bubullij. Zoti do ta gjykojë mbar botën. Sëndimin do t'ja jap mbretit të vet. Ai do t'ja ngrej ballin me sisë së vet, Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti bën që të jetojmë e të vdesim. Aleluja. Antifona e tretë. Lindi drita për të drejtin e gëzimi për zemërmirët. Aleluja. Psalmi 97. Lavdia e Zotit në gjykim. Ky psalm flet për shëlbimin dhe për fenë të gjithë popujve në Krishtin, pa thënë Shën Atanazi. Zoti mbretëron, le të galdoj toka, le të gëzohen ishujt e shumt, re e errësirë janë përreth ti, e drejta e drejtësia themeli I fronit të ti. Zjarri shkon përpara ti dhe I djeg armiqtë e ti përreth. Vetëtimat e ti e shndritën botën, sheh toka e dridhet. Para fytyrës së Zotit si dylli shkrihen malet, para fytyrës së Zotit të mbar botës, qiejt e shpallin drejtësinë e ti, të gjithë popujt e shohin lavdinë e ti. I mbulov turpi të gjithë idhujtarët, të gjithë që mburren në trupore idhujsh. Adhurojeni atë të gjithë ju, o engjëj. Dëgjoj Sioni e u gëzua, galduan bijat e Judës, për shkak të gjyqeve të tua, o Zot. Sepse ti je, o Zot, I tejet larti mbi mbardheun, ti je tejet I lartë mbi të gjithë zotat. Urreni të keqen ju që e doni Zotin. Zoti e ruan shpirtin e të devotshmeve të vet, I shpëton prej dorës së mëkatarit. Lindi drita për të drejtin, e gëzimi për zemërmirët. Gëzohuni, o të drejtë në Zotin, nderojeni emrin e tij të shenjtë. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
lindi drita për të drejtin, e gëzimi për zemër mirët. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15. Kur ky trup i shkatrueshëm të vesh pa shkatrueshmërinë dhe ky trup i vdekshëm të vesh pa vdekshmërinë, atëherë do të shkojë në vend fjala e shkrimit shenjtë. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është ngadhimi yt? Ku është o vdekje thimthi yt? Thimthi i vdekjes mëkati, fuqia e mëkatit ligji. Ta falenderojmë Hyjin që na e jep fitoren nëpër Jezu Krishtin, Zotin ton. Përgjigja e shkurtër. Zoti ju jep fitoren shenjtërve të tij. Aleluja, aleluja. Zoti u jep fitoren shenjtërve të tij. Aleluja, aleluja. Nëpër Jezu Krishtin të ngjallur prej së vdekuris. Aleluja, aleluja. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti u jep fitoren shenjtërve të tij. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Kam edhe shumë gjëra për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. Kur të vi shpirti, ai do t'ju udhësoj ta njihni tërë të vërtetën. Aleluja. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. sikur se premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë. se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, Dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, Se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. të çliruart nga duart e armikut, Në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejet Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët. për ta vënë në dijeni popullin e tij, Se Hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija. në sajrit të zemrës së dashur të hyjit ton, Që do të na e dërgoj në pasi prej qielli diellin. për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Kam edhe shumë gjëra për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. Kur të vi shpirti, ai do t'ju udhëzoj të njihni tërë të vërtetën. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti i ngjallur prej së vdekuri, u dëftua para apostujve me shenja të lavdisë së vet. Në emër të tij ta lusim Hyjin, Atin ton. Shndrite popullin tënd, o Zot, me lavdinë e birit tënd. Ati shenjtë që na thirre nga teri në dritë, pranoje lutjen ton. Dhe na jep sot përvojën e dashurisë sate. Shndrite popullin tënd, o Zot, me lavdinë e birit tënd. Na ndihmo me shpirtin tënd që të ndërtojmë një botë më njerësore. Bëj që e drejta dhe paqja të mbretërojnë në mbar tokën. Shndrite popullin tënd, o Zot, me lavdinë e birit tënd. Na jep dëshirën në gjallë që të shërbejmë në vëllezër. Dhe që ta shndrojmë mbar botën në fli që ty të pëlqen. Shndrite popullin tënd, o Zot, me lavdinë e birit tënd. Shndrite në praninë tënde fillimin e kësaj dite. Bëj që gjithë koha jonë të jetë shkëlqim i lavdisë sate. Shndrite popullin tënd, o Zot, me lavdinë e birit tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen.
Të lutemi. O Zot, ne po e kremtojmë fenë gjalljen e birit tënd e po të lutemi. Na bëj fat të gëzohemi bashkë me të gjithë shenjtrit kur Krishti të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.